Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologja Denisa Shyle dhe ky është kanali im YouTube-it, tek i cili mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikimet e ndryshme astrologjike, si në lidhje me ndikimet planetare, po ashtu edhe ato periodike. Për të më mbështetur, mund të regjistroheni tek ky kanal, mund të përgjigjeni videot, të shkruani komente, si dhe në qoftë se dëshironi të merrni informacione në lidhje me videot e ardhshme, atëherë mund të hapni dhe njoftimet, të cilët është ajo zilja që shikoni në ekran. Tonë se këto video janë shumë të detajuar, e di që keni nevojë edhe për informacione për jetën tuaj personale. Të gjitha pyetjeve tuaja mund t'i japim përgjigje duke bërë analizën e hartës tuaj personale. Për të prenotuar këto shërbime, mund të më kontaktoni nga numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Ju lutem më shkruani sepse është e pamundur që t'i përgjigjem të gjitha telefonatave. Ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave janë vërtet shumë të fuqishme, siç e përmendëm përpara, por tek shenjat çështjet edhe mund të ndryshojnë. Tek shenja e dashit kemi fillimin e energjive të re, sidomos duke filluar nga dita e mërkur, pra nga data 22, duke qenë se do të kemi kalimin e diellit tek shenja e luanit, e cila është një tjetër shenjë zjarri, dhe mbi të gjitha do të kryet një kënd pozitiv me Neptunin, i cili në këtë moment ndodhet tek shenja e juaj. Kjo për ju do më thënë ndikim pozitiv në aspektin e energjisë, do të ndjeni shumë më tepër aktiv, pozitiv në procesin karshi jetës. Do të keni një dëshirë shumë më të madhe për të argëtuar, por përpara se të vim këtu, përpara se të vim tek dita e mërkur, pra do të jemi tek edhe ditën e hënë dhe ditën e martë. Dita e martë duket një ditë pak e vështirë për ju, pak me thjesht ndoshta për të menaxhuar, duke qenë se keni zgjidhje. Zgjidhja në përgjithësi vjen në qoftë se qëndroni të qetë dhe veproni të matur. Arrin që të shikoni në ato raste të gjitha problemet që ndodhin ose çfarë situatat që po ndodhin rreth rrotullit jush, dhe si rreth mund të merrni dhe masat e nevojshme. Pra, mjafton që të mos nxitoheni, e keni vërtet shumë të thjeshtë. Nga ana tjetër, ndikimi më i madh që kemi në këto momente për ju është qetësimi i zemrës. Këtu do më thënë që të gjitha marrëdhëniet aktuale marrin një trajt shumë herë më të shëndetshme, ndërkohë që nëse nuk jeni brenda një lidhje, funksiononi edhe ju vetë shumë mirë. Funksiononi shumë më mirë tashmë në aspektin shoqëror, në aspektin profesional, duke qenë se kuptoni shumë më mirë se cila është rruga që duhet të ndiqni. Mbarimi retrogradës së Mërkurit, i cili do të jetë në datën 24, për ju tashmë do më thënë fillimet të reja në marrëdhëniet familjare ose në lidhje me stabilitetin ekonomik në vendin ku ju dëshironi që të ndërtoni këtë stabilitet, si edhe njerëzit që keni në jetën tuaj tashmë filloni dhe i spastroni dhe ngelen në jetën tuaj vetëm personat të cilët janë të shëndetshëm për të kryer diçka, personat të cilët mund t'ju mbështesin apo në disa raste që mund t'ju hapin edhe rrugën, t'ju tregojnë edhe drejtimin ku duhet të lëvizni. Madje, për të gjithë personat të cilët kërkojnë që të prezantohen me persona të rëndësishëm të cilët mund të ndihmojnë në këto momente, mund të kemi edhe një socializim vërtet shumë të madh, mund të kemi shumë persona që hyjnë në këto momente në jetën tuaj. Kjo është një ndër proceset më të rëndësishme sepse në këtë moment po ndryshojnë gjithçka, por ju në përgjithësi po ndryshojnë personat themelor në jetën tuaj, që do thotë edhe nga shoqëria mund të kemi persona që largohen, por po ashtu kemi edhe persona që hyjnë në jetën tuaj. Në lidhje me çështjet sentimentale është një nga javët më pozitive vërtet. Pozitive sepse kemi zgjidhjen e shumë problemeve, sepse ju i perceptoni gjërat më thjesht në këtë moment dhe keni dhe aftësi për të zgjidhur. Nga ana tjetër, duhet jeni shumë të kujdesshëm në mënyrë se si komunikoni ato, duke qenë se drejtuesi juaj që është Marsi ka një kënd negativ me Venusin. Nëse mundoni që të bëni gjërat të shkurt, mund të dilni në rrugë të gjatë, prandaj do të këshilloj që të jeni edhe në këtë pikpamje pak më të qetë, ti masni mirë fjalët që përdorni, dhe në vend që të mundoni që të jeni vetëm efikas, të mundoni që të jeni nga ana tjetër edhe pak më të duruar dhe të mundoni të fokusoheni edhe tek empatia, pra se çfarë dëshiron personi përballë që të dëgjojë. Shenja e Demit gjatë kësaj jave ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm. Kemi një kthjellësim vërtet shumë të madh, është paktën vazhdimi i javës së kaluar. Këtu ju perceptoni shumë më mirë rrugën tuaj. Gjatë javës veç ka një ndryshim tjetër, i cili është dielli që kalon tek shenja e Luanit. Kjo për ju tashmë do të thënë kalimi në një lloj energjie që ju detyron që të shijoni jetën në një farë mënyrë, ose ju detyron që të shikoni se cilat janë pengesat për ta bërë këtë. Në këto momente kemi fillimin e një versioni të ri tuaj, një version i cili është
pak më i evoluar, i cili është shumë herë më i përshtatshëm për të qenë shumë herë më i suksesshëm në jetën e tij profesionale, dhe po ashtu edhe për të krijuar lidhje më të shëndetshme. Si rrethoj, mund të kemi edhe për ju dalje nga jeta juaj të shumë individëve. Në përgjithësi këta janë persona të cilët mund të keni menduar që të krijoni një lidhje, pra mund të krijoni familje të tjerë, por që në këto momente mund të kuptoni se ndoshta nuk janë të përshtatshmit. Në të njëjtën mënyrë mund të jenë edhe personat ose partnerët tuaj, mund të kuptoni se cilat janë dinamikat të cilat ju kanë penguar që të krijoni një lidhje të shëndetshme. Pra siç po vini në këto momente, krijimi i një stabiliteti në ambientin ku ju jetoni është shumë i rëndësishëm. Kjo është tema e ditës, më të themi. Prandaj dhe çdo gjë që pengon këtë stabilitet nga jeta juaj gradualisht do të fillojë të largohet. Ndërkohë që për të gjithë personat të cilët nuk kanë një personazh ndër, pra nuk kanë ende se me këtë ndërtojnë këtë jetë, mund të kemi prezantime nga shoqëria e ngushtë, në disa raste nga vlezërit, nga motrat, pra nga rrethi juaj i ngushtë. Të gjitha prezantimet që bëhen në këto momente, në një mënyrë ose në një tjetër, ju ndihmojnë që të krijoni pikërisht atë jetën që ju keni ndruar. Si rrethoj, janë persona me të cilët mund të komunikoni shumë më thjesht, mund të jetë pak a shumë dalluesi, ose janë persona të intelektit të cilëve mund të mbështeteni më tepër. Për shëndetimit, kjo është një ndër periudhat më të rëndësishme, sepse gjithçka në jetën tuaj po merr trajtën përfundimtare, po mësoni edhe ju vetë si në lidhje me veten, po ashtu edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja personale, se si duhet të ndërtoni ato. Njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me karrierën tuaj. Ndërkohë që për shumë persona kjo është një moment që mund të bëjë pak i vështirë, për ju në momentin që qëndroni të qetë dhe i pranoni ndryshimin, është një ndër momentet më pozitive. Kemi një ndim shumë të madhe cila vjen nga Jupiteri, pavarësisht se ka një kënd negativ me Chironin në këto momente. Nëse jeni të hapur për të marrë mësimet ose për të aplikuar ato çfarë keni mësuar deri në këto momente nga jeta, nga rrethanta apo dhe problemet që keni pasur, kjo është ndër javë më vendimtare. Madje ajo çfarë përmenda, ai këndi që përmenda në fillim, pra tek shpjegimet e përgjithshme, shporta e barbos për ju mund të jetë shumë herë më tepër efikase, duke qenë se rregullon në jetën tuaj si aspektin tuaj financiar, po ashtu edhe aspektin tuaj familjar, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me jetën tuaj profesionale. Mund të keni një kapërcim shumë më të madh në këto momente, sepse jeni një gazhën që mund ta përdorni me më tepër efikasitet këtë si aspekt. Mjafton që përsëris të përdorni mësimet ose të jeni të hapur për të marrë mësimet që në këto momente ku ju ofron jeta. Dhe shenja e binjakëve. Si fillim, urime, mbaron retrograda Mërkurit. Do ta ndjej më tepër detyrimisht ditën e premtes, sepse atë ditë mbaron. Edhe pse gjatë gjithë asaj dite Mërkuri do të jetë ndaluar, kemi në përgjithësi një ndikim pozitiv gjatë kësaj jave, duke qenë se të gjithë planetet e tjera në përgjithësi ju mbështesin. Kemi një kënd pozitiv të Jupiterit me Uran, i cili është i vendosur në këto momente tek shenja juaj, prandaj dhe jeni shumë herë më të aftë që atë çfarë mendoni ta ktheni në realitet ose ta komunikoni të paktën hapur dhe të mund të gjeni mbështetje. Nga ana tjetër, duke qenë se drejtuesi juaj Mërkuri ka një kënd negativ me Saturnin, kjo do thotë që keni vërtet shumë probleme në lidhje me shpenzimet. Mund të bëhen shpenzime të panevojshme ose të gjitha të ardhurat të cilat i prisin në këto momente ndoshta vonon ose në disa raste edhe mund mos vinë fare. Prandaj dhe që atë çfarë keni në dorë ta kontrolloni ashtu siç duhet, pra të bëni buxhetin ashtu siç duhet, ka shumë rëndësi. Kjo sepse për te kësaj jave, pra duke filluar që nga java tjetër, do t'ju vinë shumë mundësi në jetën tuaj për të investuar. Dhe në qoftë se nuk keni buxhetin e nevojshëm, do t'jenë mundësi që do t'ikin kot. Prandaj dhe që kësaj jave duhet të kontrolloni të ardhurat tuaja. Ndërkohë që për shumë persona kjo mund të thotë në lidhje me të ardhurat materiale, do të ketë shumë persona të cilët do të shpenzojnë energjinë e tyre kot. Pra, edhe në këtë pikpamje do të jeni shumë të kontrolluar. Nuk do të vraponi sa ndek te pa pasur një program të caktuar. Mirëmbajtja e programit gjatë kësaj jave mund të jetë pak e vështirë, përmend edhe tek ndikimet e përgjithshme, gjithsesi do të jetë më shëndetshme që të kemi një plan dhe të aplikojmë atë në vjet të trashës, se sa të jemi komplet të shpërndar, gjë që për ju domethënë një humbje kohe vërtet shumë e madhe. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket çështjeve sentimentale në këto momente. Për shenjën e binjakëve kemi një perceptim shumë më të qartë të individit që ne duam të kemi jetën tonë. Kjo është më tepër vlefshme detyrimisht për personat që nuk kanë një njerëz në jetën e tyre, sepse në këto momente kemi socializim vërtet shumë më të madh.
ka shumë persona që hyjnë jetën tuaj dhe të gjitha persona në një mënyrë ose në tjetër mund të duan që të bëjnë pjesë e jetës tuaj. Është e pamundur detyrim që të pranojmë të gjithë në jetën tonë, por nga ana tjetër kemi edhe fatin që të kuptojmë se cili është karakteri ose personi i cilin ne duam që të kemi në jetë, ose të paktën se çfarë gjën me këngjan. Dhe falë kësaj kemi edhe aftësinë që të rregullojmë edhe jetën tonë, të japim një trajt jetës tonë në bazë të kësaj. Njëta gjë në qoftë se kthehet ose e analizojmë në aspektin për personat që kanë një lidhje në jetën e tyre, ata arrin që të ndërtojnë një lidhje shumë më të shëndetshme, një lidhje e cila e ushqen më tepër, një lidhje e cila e bën që të ndjen shumë më të përmbushur, sepse kanë mundësi që të ndërtojnë së bashku. Kjo është ndërtimi një jete më ndryshe nga çfarë është në këto momente. Në disa raste mund edhe të kuptoni që keni arritur tashmë të përjetoni një jetën që keni dëshiruar që nga fëmijëria juaj dhe si do të dini shumë më tepër vlerën. Kemi ndryshime në aspektin profesional, duke qenë se Merkuri do të vazhdojë që të jetë ngadalësuar gjatë gjithë javës. Do të kemi rikthime të shumë elementeve nga shkuara, fal të cilave ne do të arrijmë që të kuptojmë se si duhet të vazhdojmë jetën në të ardhmen. Pra, në qoftë se ne gjatë javës thjesht mbledhim elementet ose i mbajmë shënim pak a shumë të gjitha informacionet që na vijnë, duke filluar që nga java tjetër e ardhshme do të kemi dhe mundësi që të fillojmë që t'i aplikojmë ato ose t'i investohemi aty ku duhet. Është shenja e Gafores. Për shenjën e Gafores, kjo është një ndër javët më të rëndësishme, është një javë vërtet shumë e fuqishme. Kemi një ndikim të rëndësishëm për sa i përket aspektit të karrierës, duke qenë Saturni do të ndalojë pikërisht tek shtëpia e karrierës për shenjën e Gafores. Kjo do thotë që duhet fillojmë që të mbajmë përgjegjësitë tona në lidhje me këtë temë. Duhet të jemi disi më të programuar. Dhe një ndër programet më të rëndësishme që ka në këto momente në dorë shenja e Gafores është që të heqë nga jeta e saj të gjitha elementet të cilat e pengojnë. Kjo është një domosdoshmëri pothuajse në çdo aspekt të jetës, por në çështjet e karrierës është pak më e vlefshme. Në qoftë se ne kemi kohë që punojmë në një projekt apo në një punë e cila na i merr energjinë dhe nuk na jep atë çfarë ne na nevojitet mbrapsht ose atë çfarë meritojmë, ka ardhur kohë që ta rishikojmë këtë si gjë. Ndërkohë që për të gjitha marrëdhëniet të cilat kanë qenë problematike të shkuarën dhe që gjatë kësaj retrograde të Merkurit na janë rikthyer në jetën tonë, na duhet që të vëmë pikat mbi i. Nëse duam ose duam të bëjmë aty, nëse kemi apo s'kemi mundësi që të rregullojmë ato, kjo është një ndër javët vendimtare ose java e fundit më të themi ku duhet të marrim këto vendime. Duhet të jemi më të matur, duhet të ecim pak më ngadalë, në mënyrë që të mos na humbasi, mos na shkasë gjë nga syt. Nga ana tjetër, duke qenë se do të kemi edhe hyrjen në jetën tonë të shumë situatave të reja, në disa raste disa individëve të cilët mund të kërkojnë që të kenë marrëdhënie personale me ne, ose mund të kemi edhe shumë rikthime nga shkuara. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë, është lidhje me çështje sentimentale. Pra, është një javë vërtet shumë e ngjeshur, e cila mund të bëhet edhe shumë e lodhshme, por duke qenë se është java vendimtare, na duhet që të shtrëngojmë edhe pak dhëmbët ose të shtrëngojmë edhe pak dhe të vazhdojmë. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket vlerave në këto momente tek shenja e Gafores, sepse arrin që të kuptosh shumë më mirë vlerën e saj. Kjo vjen edhe në aspektin profesional, vjen edhe në aspektin personal. Prandaj dhe kemi një përzierje të jetës në përgjithësi, si në aspektin profesional, pra si shpër përsërisë edhe një herë, dhe po ashtu edhe të personave me të cilët po ndërtojmë jetën. Duke qenë se në këto momente çdo gjë po merr trajt në përfundimtare, na duhet që të zgjidhim vërtet mirë. Mos harrojmë që të argëtohemi, është edhe kjo një nga kushtet, nëse diçka na bën që të argëtohemi, mund të jetë edhe gjë që duhet të mbajmë jetën tonë, ndërkohë që nëse është diçka që na shton stresin, do të këshilloj që të qëndronim larg, ndoshta jo pafundësisht, por të paktën gjatë kësaj jave. Shenja e Luanit, ju jeni shenja më ndikuar i kësaj jave. Ndikimi më i rëndësishëm vjen sepse të gjitha planetet e kanë pak a shumë vëmendjen tek ju. Jupiteri, që është planeti që zmadhon gjithçka, është vendosur tek shenja juaj dhe ka këndë pozitive si me Uranin, po ashtu edhe me Neptunin, por kemi një kënd negativ me Plutonin. Në të vërtetë, ndonë se është një kënd negativ, ne na bën që të kuptojmë shumë mirë prioritetet tona. Bëhemi personat të cilët kemi qendra e vëmendjes në çdo aspekt, por kjo për ju të vërtetë është një ndikim pozitiv, sepse edhe njerëzit që keni rreth ju tregojnë pikërisht në problemet që qëndrojnë tek jeta juaj ose edhe në aftësitë tuaja
si edhe kemi dhe mundësi që t'i zgjidhim problemet ose të zgjerojmë ose të zmadhojmë mundësitë tona duke përdorur praktikisht të aftësi që na i kam përmendur dhe të tjerë. Nga ana tjetër kemi një ndryshim vërtet shumë të madh në jetën tonë sociale, bjem pak më tepër në sy këtu, kemi një energji të lartë dhe kemi aftësi që të gjithë të rrjetet social që krijohet në këto momente ta përdorim ashtu siç duhet. Në këto momente kemi edhe ngadalësimin e Saturnit tek shenja e Dashit. Kjo periudhë domethënë riperceptimi i komplet besimeve tuaja është një aspekt pozitiv, por nga ana tjetër mund t'ju lodh disi, sidomos në qoftë se përballeni vazhdimisht me sulme ose më të themi me ide ndryshe nga ato çfarë keni ju dhe mund t'i perceptoni si sulme në disa raste. Prandaj që të qëndrojmë pak më të qetë, të mundohemi të kuptojmë se çfarë po na thuhet ka rëndësi, duke qenë se kemi një energji shumë të lartë zjarri, mund të doni që të jeni shumë aktiv gjatë javës ose trupi juaj do të jetë vazhdimisht në lëvizje. Është diçka që nuk është se këshilloj shumë ose duhet jetë e kontrolluar. Në këto momente duke qenë se energjia e zjarrit është shumë e lartë, kjo periudhë domethënë risk të kardiovaskulare nëse nuk e menaxhon ashtu siç duhet, por nga ana tjetër nëse se këtë e kanalizoni diçka produktive, pra nëse bëni edhe sport apo nëse filloni të kryeni projekte të reja, edhe të jeni aktiv fizikisht, detyrimisht do të ndodhë komplet e kundërta, sepse gjithë kjo energji do të jetë përdorur ashtu siç duhet. Shenja e Virgjëreshës. Për shenjën tuaj kjo është një javë pakës e çuditshme. Kemi mbarimin retrograd së Mërkurit, përshëndetje pozitiv. Por nga ana tjetër, të gjithë planetet e jashtëm, pra Jupiteri, Urani, Plutoni dhe Neptuni, do të jenë në kënde të vështira me ju, ndërkohë që janë në kënde pozitive me njëri tjetrin. Kjo periudhë domethënë që edhe pse rreth rrotull jush mund të ndodhin gjëra pozitive, mund të keni pak më të vështirë për t'i kapur dhe për t'i implementuar ato në jetën tuaj. Pak më tepër, duke qenë se këtu kemi edhe ndikimin e Mërkurit, i cili ndonse po mbaron retrogradën më shumë i ndaluar, vërtet që edhe ju mund t'jeni pak jashtë elementit tuaj. Të gjitha gjërat që mendoni mund të mos kenë aplikim direkt në jetën tuaj, prandaj do t'ju duhet që t'jeni pak më të ngadalësuar. Në këto momente mund të kemi edhe vështirësinë në lidhje me shëndetin fizik ose një energji e ulët. Në të vërtetë, të gjitha këto janë të menaxhueshme nëse gjithçka bëhet me rregull, por mund të jeni pak të lodhur, sepse kemi pasur shumë situata të cilat ju kanë stimuluar shumë deri në këto momente, cilëve energjia mund të jetë kanalizuar në vende të panevojshme deri në këto momente. Këshilla e përgjithshme së javës do të jetë që të hidhni hapa pak më të sigurt, të bëni vetëm gjërat që janë të domosdoshme dhe t'i lejoni vetes tuaj patjetër kohë që të shplodheni. Në momentin që i bëni të gjitha këto që përmenda pak më përpara, e keni shumë të thjeshtë të menaxhoni situatën. Madje çdo gjë e bukur që po ndodh rreth rrotull në këto momente në jetën tuaj ose në ambientin tuaj, të mund të merrni të paktën si shembull për të aplikuar në biznesin tuaj, në jetën tuaj personale e të tjerë. Ndërkohë që Mërkuri mbaron retrogradën datë 24, pra ditën e premte, ndonse është herët në mëngjes, gjatë ditës do të jetë ndaluar, prandaj do të fillojmë që ta ndijmë më gradualisht. Ndikimet janë pozitive për sa i përket aspektit shoqëror, në lidhje me perceptimin e ëndrrës dhe mënyrën se si mund të realizojmë ato. Mund të marrim një ndihmë shumë më të madhe tashmë nga shoqëria, por kjo vjen me kushte. Kushte në përgjithësi që janë të përcaktuar nga personi përballë, prandaj dhe ju mund të ndjeni disi më të irrituar. Për këtë arsye mund të doni që të punoni vetëm, gjë që nuk këshillohet. Në këto momente çdo gjë duhet bërë së bashku me të tjerë, duhet bëni patjetër pjesë e shoqërisë nëse doni të jeni të suksesshëm. Pra ka ardhur momenti që ju të zgjeroheni, nëse mund të jeni përballur me shumë zhgënjime deri në këto momente, ka ardhur koha që të jeni më të rritur, pra dhe këto zhgënjime të përtypni dhe të gjeni mënyra për të bashkëpunuar në mënyrë që të jetë e përshtatshme ose në mënyrë të themi që të jetë në benefitin ose në të mirën e të gjithë personave që janë të përfshirë në atë si projekt. Përsa përket çështjeve sentimentale, shenja e Virgjëreshës në këto momente futet në një fazë ku është pozitive, por është me kusht. Kushti i vetëm është ne duhet të jemi vërtet shumë përzgjedhës për personat që në këtë moment e mbajmë jetën tonë. Nëse marrim një person i cili nuk është i përshtatshëm, mund të jetë personi më i mirë në botë, por duhet të jetë i përshtatshëm për ne. Pra nëse nuk është i përshtatshëm, atëherë do të na shkaktojë dëme pothuajse në çdo aspekt të jetës. Me kalimin e diellit tek shenja e Luanit, që do të jetë në datën 22, futemi në periudhën ku duhet fillojmë që të akumulojmë. Prandaj dhe
të gjitha elementet, të gjitha informacionet duhet filloni të akumuloni. Në mënyrë që të mund të përdorni kur dielli të kalojë tek shenja juaj. Dhe shenja Këto ishin të gjitha ndikimet që kishim gjatë kësaj jave, si ato të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit që më ndoqët. Mos harroni që të më ndiqni edhe te kanali im YouTube-it. Të pëlqeni këtë video dhe mos harroni që të bëni edhe komente. Nëse keni sugjerime për video të ndryshme, edhe ato mundem të marr. Faleminderit dhe mirupafshim.